Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian ka shpëtuar shtetasin shqiptar Skerdian Celaj nga burgimi për qëndrim të palishëm në Itali. Gjykata e Drejtësisë së Luksemburgut ka sfiduar shtetin italian për çështjen Celaj përmes interpretimit të bërë publik në 28 prill 2015. Skerdian Celaj u dëbua nga Italia dhe u riadhesua në Shqipëri me iniciativën e tij në 14 shtator të 2012-s, por ai u kthye sërish në Itali në 14 shkurt 2014. Sipas autoriteteve italiane, shtetasi Celaj duhet të dënohej me 8 muaj burgim për shkeljen e urdhrit të Kuesturës së Firences të 17 prillit 2012, që i ndalonte atij hyrjen në territorin italian për gjatë 3 vjetëve. Por kjo e ka vënë në dilemë gjykatën e Firences që duhet të jepte dënimin për Skerdian Celaj. Gjykata italiane nuk mund të mbështetej mbi ligjin italian pa verifikuar nëse ai është në përputhje me të drejtën europiane. Për të parë nëse kishte përplasje, gjykata e Firences i është drejtuar gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian, që gjykon për pothuajshmërinë e legjislacionit të çdo shteti antar me të drejtën europiane. Pas analizës së çështjes Celaj, gjykata e Luksemburgut ka dalë me konkluzionin se një shtet antar i Bashkimit Evropian nuk mund të dënojë me burgim një shtetas të tretë thjesht për faktin se ai ka qëndruar ilegalisht në territorin e tij. Sipas gjykatës së Luksemburgut, kjo do të ishte në kundërshtim me direktivën europiane të 16 dhjetorit 2008. Çështja Celaj kthehet tashmë në një precedent të rëndësishëm për jurisprudencën e të gjitha shteteve anëtare, lidhur me qëndrimin e palishëm të shtetasve të tretë në territorin e Bashkimit Evropian pas çështjeve Eldridi, Sagor dhe Ashok Babian.